Nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, në sallë janë 115 vetë dhe mund të vazhdojmë me punimet e seancës konstitutive të kuvendit. Që në fillim kërkoj t'ju njoftoj se sot është dita e turgjve, 23 prilli, turgjve të Kosovës, dhe u arrojmë turgjve të Kosovës këtë fest. Vazhdojmë pra me punimet e seancës konstitutive të legjislaturës 9 të Kuvendit të Republikës së Kosovës, filluar me 15 prill 2025, vazhduar me 17, më 19 dhe me 21 prill 2025. Pika 3 është zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. Të nderuar deputete, të nderuar deputet, në seancën konstitutive më 19 prill 2025, kandidatja për kryetare të Kuvendit, deputetja Albulena Axhiu, e propozuar nga subjekti i lëvizjeve vetëvendosje nuk i mori votat e nevojshme, andaj ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje që ta propozoj kandidatin për kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kryetarja apo kryetarja ju njoftoj se zgjidhet me shumicë të votave të deputetëve, së paku me 61 vota për. Urdhroni, zoti përfaqësues. Është Glauko Njusa sërish që do të propozoj të kandidoj Albulena Axhiun. Përshëndetje, atëherë, nderuari kryesues, lëvizja vendosje propozon atë që gjithmonë ishte propozimi ynë, zonën Albulena Axhiu për kryetaret të Kuvendit të Republikës Kosovës. Të nderuar kolegë, ju lutem gjithëve që ta mbështesni dhe të dalim nga kjo blokadë. Faleminderit. Në sallë jemi 115 vetë, më falni, 117 vetë, pra kemi quorum. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për kandidatën në propozuar në këtë rast për kryetare të Kuvendit deputetën Albulena Axhiu. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Janë deputetët e Kuvendit të Kosovës që janë duke votuar, nuk shohim asnjë vot abstenimi. Nuk e dim se si nëse ka ndruar qëndrimi i deputetëve të nismës për Kosovën. Nuk shohim se ka ndryshim. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, shërbimi i deputetëve konstaton se në sallë kanë votuar 57 deputet për, 46 kundër dhe 3 kanë abstenuar. Në bazë të rezultateve të votimit, nuk kalon kandidatja për kryetare dhe seanca ndërpritet
për të premten 25 prill në ora 11. Është hyrë për të premten, edhe 48 orë, sërish rezultati njëjtë, nuk ka ndryshuar asgjë. Kandidatja Falni, Haxhiu në ora 10. në ora 10, nuk ka arritur të marrë më shumë se sa 57 vota, 3 deputetët e Nismës për Kosovën që kanë abstenuar, vetëm Berisha që ka përsëritur votin e tij për me qëllim të zhbllokimit. Nenad Rashid